Bilanci i viktimave nga dy tërmete të fuqishme që goditën Venezuelën vijon të rëndohet. Autoritetet kanë konfirmuar deri tani 235 viktima, por frika është se numri të humburve mund të jetë shumë i lartë, ndërsa ekipet e kërkim shpëtimit vazhdojnë të gërmojnë mes të rënojave. Situata mbetet dramatike, pasi shumë ndërtesa të dëmtuara vijojnë të shemben, duke vështirësuar operacionet e shpëtimit, duke rritur rrezikun për ekipet që punojnë në terren. Sipas ekspertëve, një pjesë e madhe e godinave nuk janë ndërtuar sipas standardeve moderne antisizmike, çka ka shtuar ndjeshëm shkallën e dëmeve, ndërkohë në platformat e krijuara për identifikimin e personave të zhdukur dhe në rrjetet sociale publikohen vazhdimisht emrat të qytetarëve që kërkohen nga familjarët. Sipas të dhënave paraprake, rreth 50.000 persona rezultojnë ende të zhdukur, megjithse kjo shifër nuk është konfirmuar zyrtarisht nga autoritetet. Pas katastrofës, shumë zona kanë mbetur pa energji elektrike dhe ujë të pishëm, ndërsa shërbimet e telefonisë celular dhe internetit funksionojnë vetëm pjesërisht. Trafiku hekurudhor është pezulluar, aeroporti ndërkombëtar është mbyllur për shkak të dëmtimeve, ndërsa metroja e Caracasit ka ndërprerë shërbimin. Autoritetet kanë vendosur gjithashtu mbylljen e shkollave deri në stabilizimin e situatës. Shërbimi gjeopolitik i Shteteve të Bashkuara bëri të ditur se dy tërmete kishin magnitudë 7.2 dhe 7.5 ball, me vetëm 39 sekonda diferencë mes tyre. Pas lëkundjeve kryesore janë regjistruar edhe rreth 20 pas goditje, ndërsa ekspertët e cilësojnë këtë si tërmetin më të fuqishëm që ka goditur Venezuelën në më shumë se një shekull. Ndërkohë ka nisur edhe mobilizimi ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara kanë dërguar trupa dhe ekipe mbështetëse për operacionet humanitare. Komanda jugore e ushtrisë amerikane njoftoi se generali major Kevin G. Jarrett ka mbërritur në Caracas për të koordinuar përpjekjet amerikane në ndihmën të autoriteteve venezueliane, ndërsa operacionet e kërkim shpëtimit vijojnë pa ndërprerje.